Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, duke falendëruar gjithmonë nga zemra ata që janë suporti i fuqishëm e mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë. Për çdo javë kemi thënë se këtu në Odeonin tuaj, në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, na vijnë personazhe tepër të veçanta nga të katër anët e globit toksor, duke na sjellë përvojat e tyre më të bukura, duke na sjellë zbulime shkencore, duke na sjellë punë shkencore, duke na sjellë krijimtarinë e tyre. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi mysafir një profesor, që dikur e kemi patur, një profesor, një erudit, një njeri që sëresh së punuari, sidomos për historinë e kombit shqiptar. Ai një ditë ishte jurist i këtij vendi, ishte edhe njërin nga ata që kontriboi për këtë vend, një ditë ju desh të marr rrugën e mërgimit, fillimisht nga Zori, po më pas duke u bërë kështu, njërin nga punëtorët më të mëdhej shkencor, me të cilin edhe krenohemi, et mos e zas më shumë zone e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Ekrem Zenelaj. Ajde, prof. E, prof, mirë se erdhe. Mirë se u gjitha. Si e, prof? Faleminderit mirë. A mujte? Po. A u lodhe? Po e natyrisht që një i lodhët edhe të vënejtë, edhe të kënu, edhe të punu, po të gjitha këto e në pjesë jetës. Edhe të bo punë të duket që je në tavolin, punon pa fond, shkruan në kompjuter, studion, krahason e kështu, me patjetër që lodhesh, por, fillimisht mirë se erdhe. Mirë se gjithë, faleminderit shumë. Është bukur që të kemi këtu sonte. Edhe për mua kënaqësi. Për me vazhdu një bisedë që e kishim lënë dikur në gjysmë, jo në gjysmë. E kishim lënë në fund të atij rrugtimi, po për cilën na premtove se kur s'do të reshtish së punuari, do të vazhdosh së punuari, së studiuari, edhe me na sjell krejt atë në vazhdimsi, si një diçka që është e bukur, e tingëllon bukur nga ky vend, ku na i themi Odeon, që është shpesh herë përsëris, nëna dhe baba e teatrit në këtë botën. Sot teatri nuk mundet me thonë që është fëmiu i dikuj tjetër veç i neve, pellazgëve, i lirëve, shqiptarëve. E në qato Odeon kanë folë njerëz si puna juaj, kanë dëgju të tjerë, dhe paka shumë edhe në qatë frymë jemi sonte bashkë këtu. Prof, fillimisht ti ke mbaru juridikun këtu? Dy fakulteta kam mbaru. A dy fakulteta? Fakultetin filozofi, sociologji dhe juridik, kam qenë borsist i universitetit. Në cilin vit e ke mbaru në Kosovë? Në Kosovë kam mbaru fakultetin, këto fakultete e kam mbaru me 1982. Në 82-ën? Kam qenë borsist i universitetit, mandej masterin kom... Borsist i universitetit do ta dinë të rritë të reja të gjithë ata, kanë qenë ata që kanë pas 10 she, edhe që në llogarit të suksesshëm në të ardhmen ose të gjë. Kur mbarove, u ktheve në Soharikën tonë apo u ktheva në Therand, edhe punova aty një kohë si profesor, por vazhdova shkallën e tretë, domethënë në magjistraturë në Prishtinë, drejtimin në shkenca politike juridike, ku diplomova atëherë të profesor jemi dashur dhe shumë i nderuar, profesor doktor Fehmi Agani. Në këtë komisionin shumë elita e shkencëtarëve të juridiku dhe filozofikut, Fehmiun e zgjedhën nga filozofiku se pa pranu mu asistent, po ma largun nga universiteti, dhe ka qenë profesor doktor Bardhyl Çavushi dhe i nderuari akademik profesor doktor Esat Savileci. Të universitetit, profesor, a di që për koincidencë, ky emision shkon të shtunën, po sot kur po xhirojmë është përvjetori i vrasjes së profesorit akademikut nderuar Fehmi Aganit. Dhe për ata që s'janë, mbi të gjitha, përveç profesore, doktore, të gjitha, po është dëshmori i kombit, prej skenes mujna mi dhonë veç homazh Duar Trokitje. Si magjistër, të zuri cili vit? 88? Si magjistër unë e kreva mas 3 vjetë, 1988, 89,
Në vitin 89 me burgosën për shkaqe politike. Se pyetjen e ardhshme kisha pse shkove në Austri më vonë. Të burgosën në vitin 89. Në vitin 1989 unë i qova do telegrame Kryesisë Jugosllavisë, Komitetit Qendror të Jugosllavisë dhe Serbisë, dhe kërkova Republikë. Veç vetë i shkrove? Vetë i kom shkruar ato. Edhe në emrin tonë? Vetë në emrin tim i kom shkruar ato dhe kam qenë një 3 vjet zavendës drejtor aty në shkollë mesme, jo drejtor, po zavendës drejtor. Dhe isha aktiv në ndryshimin kushtetues dhe i kundërshtova ato. Ndryshimet kushtetuese të cilat u degraduan në po. Dhe mandej kisha dhe histori gjasë, si student isha një dhe ditë në Burg, në Prishtinë këtu për shkaqe politike këngë nga Shqipëria, më akuzun. Ka qenë i Farfaj Knjura dhe ka qenë i Popović, se nuk më kujtot kush. Mandej me 1981 zonin në ushtri, shërbimin ushtrak në ngjarjet e 81-shit, edhe aty isha me 2 fakultete, edhe nuk pranova, më thënë, shtenin më propozuan për antar të lidhjes komuniste, edhe unë refuzova, po plus asaj nga baba im ka luftu kundër në luftën e 2 botërore kundër partizanëve, edhe ka qenë si kollak është konsideruar. Ka dal profesor, mos e ke përzije se këtu në herë na kena mësu ka luftu kundër gjermanëve, tash kundër partizanëve. 3 herë ka luftu kundër gjermanëve, një herë kundër gjermanëve në sistemin e Jugosllavisë jo prish, herën e dytë ka luftu kundër partizanëve të Titës, Nisiti Kabashit në Opoj, jenë vorët e Grekosit, do më të Kabashit. Nisiti Kabashit. 6 mund ka luftu atje kundër këtyne dhe... Edhe kjo të përcjellje edhe ty në të nisën. Edhe kjo më përcjellje mund të të nisën, por në thonë të drejten, unë i kisha dosjen e familjes, se në patë marrë atë regjimi komunist edhe 6 hektar tokë, që babaj gjatë të rjetës... Po se kullakve që i kanë shpallë kullak, armiqve të... Edhe migjën teme kanë qunë në Burg nish 3 vjetë me Burgim Tran, për shkak që drithin e kafshef nuk e ka dhonë shtetit, e tjera. Kur u kon ajo të kupi atëherë që kam thonë. Po mu se kom përmen kur herë se... Mirë, prof, të burgosin të 89-ën, e di që ka shumë, gjëja më interesante që ne thesonte është se jenë nga të rrallët, me i shkru telegram Kryesisë Jugosllavisë... Serbisë edhe të Kosovës. Edhe të Kosovës, se Kosova duhet më shpallë Republika. I kundërshtova ndryshim kështu dhe kërkova... Kryen veti kështu. Po, kryen veti. A shkruva atje në emën të kujnë, atë popullit Kosovës? Në emën të qërëm zënelej. A? Në emën tem. Vesh në emën tonë? Vesh në emën, unë për ta burgos, a veqon. Po kam qenë modest se kemi pas vëllezër shqiptarë që kanë vujt shumë me 10 vite, kom pas Shakali Laqin e për tjerë, dhe më ka artur me përmen, po si pjesë historisë është kjo. Historisë tonë jetësore? Në një biografi do të më shkruaj këto, profesor? Në sociologji thuhet se sa më madhe me qenë shtypja kombëtare ndaj një populli, aq më madhe vetia, aksioni, reaksioni sin fizik. Dhe dëshira për liri. S'ka gjë më të madhe, më sublime se liria. Edhe konga ka ndikuar po ashtu. Edhe konga. Këndoja atëherë? Unë kam qenë këngëtar edhe televizion që e din ti, mirë që po tregon edhe për publikun, kam pas 22 këngë në frymën e Melosit popullor, Haradin Pashën, po e Bjenere të Zeza, kam pas kadera të rashme të pa, kam pas bishtalecat të pa, këngë Shkodrani kam pas kryesisht, dhe kam pas 22 këngë në frymën e Melosit popullor. Në Therand kam marrë pjesë me grupin e orkestrës nga fshati, 4 vjetë kena pas penis, të 2 shoqërinjë vendin e parë. Mandej kam qenë në shoqërinë Kosova, ku ka qenë këta këngëtar klasik, Hashimi, Tahiri, Shaban Baksi, këta unë sekretar kam qenë. E organizova një ekstrat në kuadër të universitetit në për Kosovë, mendimin e një Nexhmi Rexhepit ka dhënë ka anglisht, më kujtohet tash kush është. Nexhmi Rexhepi, po, profesori i nderuar edhe burri i bijes juve. Shpresa Berishës. Edhe kolegës time të këngës, Shpresa Berishës, që ka pas një zonë fantastik Shpresa. Shpresa Berishën. Kemi qenë bashkë një Profesorin e nderuar, kur e përmenim Shpresa Berishën në botën e këngës, unë e tham qohemi në këngë edhe i duar të nga gjërat më të bukur që shumë kohë po mundohna me marrë musafire në emision, se kam shumë vështirë ta ke musafire në emision. Po në radio televizion... Në radio televizion ka qenë përpara... Ke regjistru këngë? Audicioni ka qenë më së pari, audicioni. Ka qenë Komision Lorenz Antoni, ka qenë Qazim Boba i Ndjer, ka qenë kryeredaktor i muzikës popullore, ka qenë Ganim Miftari, ma vonë. Por e kom pas edhe mësuesin tim dhe kujdestarin filharmonistin Isak Baraktari, dhe ata mësuan. Krejt ka dona me duar kretit, se janë shyllat më dha,
Edhe Qazim Bobaj edhe Isak Muqolli nuk jetojnë më. Isak Bayraktari. Isak Bayraktari jeton shqyqyrë zot, e shohim. Isakin e kom pas këdestar. Pime dhe kafe. Edhe Isak Muqollin kom pas. Pak u zbulove që tu se me të njofshëm pas ke pasi Qazim Bobaj Juvja, ne? Se kom njof Qazimin në vetëm aty. Isak Bayraktari. Vetëm Isakin e kom njof. Kujdestari klasë, mësuesit ka shti aty. Po Lorenz Antoni se kom pas të gjë. Me dashtë regjia me nalë shumë veç pak e dëgjojmë, qa ke knu? Si pas programit juj, unë së këmbarë me 3 shkete. Kong Shkodrane realisht, a? Unë kam qenë i thari i Shkodranëve, sidomos Brahim Tukiqit, Arif Vladit, mandej kam pas poshtë Bik Ndojës, Shqyqëria Lushit, Sali Berarit, edhe kështë me radhë. Kanë qenë model për mu idol. Kejtë zërat bukur, kejtë tenora. Po. Edhe të tenorat jenë bajtë. Po. Bukur shumë. I përbenëm krejtë që to paka shumë bitë të cilat jenë ndërtu. Po një ditë, na i morën me autonomie, na qetën prej punave, prej... ty s'kan pas nevoj me qitë prej punës, se njerë prej punën në burge, prej burgut, pastaj u ktheve në shpi. Kur u ktheve në shpi? Kur u ktheve në shpi, më largun për shkollës, me vendim caktum, 2 jetë kam qenë pa punë, shkova në Sloveni, në Goric, shkova me një vend me kërku punë nuk gjensha, një plak i shkon në barë me do drumë Sloven, kërkova që të drumë i cëptu një 20 metra, por ku mërë vesh e kush jem, mi pa dorë që ketë më bonë... Kamo. Po, tha stop, tha prit pak më s'pone, tha që 200 marka se 500 në goditëm, tha kam djallin kryetarinijët, Goricës, e djalli më këshërgullu punë me hinë fabrik Tiskës, me punu në fabrik aty, rroga ishte 5 ma madhe se me punu në kanala, se me punu. Dhe masaneta më thanë që dhe të qojmë në kurs, me qenë një referent për çështje juridike, por më thiri dhonëri shkova në Zvicër, atje me punu, edhe atje më ndem pacmum një motër, edhe më desh më morë me thmitë saj, edhe momenti që na këthynë punë, edhe u desh më këthyune, më ndej e padita shtetin, i mora të holla, i mora thminë dhe shkova në Paralin, në Greqi, me hargjëto, s'ke mësu me kursijune. Po, ku shkove në Austri? Në Austri kam shku në fund të vitit
1996. 96. Më ka dash me shku atje 2 vite në fakultet me mësu gjuhën gjermane, sepse çështja me studiu atë kur regjistrohet doktoratën e parë, fakultetin juridik, edhe paralel me këta edhe dhe të folë ma vonë për arkive, aty dush ke mësu gjuhën perfekte, gramatikën e tjera, dhe mas 2 vjetë, nuk më lëshun diplomën këto në magistraturë, se ishte Tolloviku, të di une, më detyroha 4 provime ndryshim i dhonë. Për nostrifikim? Për nostrifikim, për më zonë magistraturë, me shku doktorat. Ma në doktorat u pranova, kom pas fatin e jashtëzakonshëm, që për mentor doktoratës parë, e zgjodha dhe më pranoj profesor doktor honoris causa, profesor doktor emeritus, profesor doktor Peter Fischer, që mësohet teoria ati juridike në botë, Peter Fischer, që për të drejtën, ku qëndron natyra së drejtës, sot natyra drejtës qëndron të njeriu, të bashkësia shoqërore dhe të shteti. Pse the doktoraturës parë? Sa doktoratura i ke, profesor? 2. Të parën e ke mbrojt në vitin 2002 në Vjena? 2001 në Universitetin Publik, në atë universitet ku është promovua Sigmund Freudi, Franz Kafka, Hans Kelzeni, me 7 nota dekorat, kur një kohë gjatë aty nuk ka diplomu dikush me ato nota, dhe pe i frigës si dhe të koritëm se pa ta shit tokë me shku atje, s'kishë mas përkraje shtetërore, edhe pe dëshirës madhe, pe vullnetit, i dava forcat në 2 pjesë, një u regjistrova 20 arkivat botës, edhe 2 në doktoratën e parë, pastaj në dytën, edhe 2 specializime, një kreva në Francë, Nica drejtën evropiane, një në Gjermani drejtën gjermane, das Deutsches Recht, i vjen në Passau. Këto e në krejt në drejtësi, deri tash. E para është e drejta ndërkombëtare publike quhet në gjuhën gjermane Völkerrecht. E dyta është historia e mesjetës, edhe e lashtësisë. Se tash u futën histori. Po. Specializimi i parë është në Passau, drejta gjermane, 2 vjet. Specializimi i dytë është ka qenë një kombinim i Vjenës me Nicën e Francës. Praktikën e kemi bënë në Bruxelles, Nicë, në Rom, ndërsa provimin e kemi bënë në një pjesë kemi bënë në Austri, një pjesë në Nica, provimi me shkrim në 2 gjuhë ka qenë, edhe frangjisht edhe gjermanisht. Profesor, janë 2 specializime, apo? 2 specializime, 2 magistratura. Janë 2 magistratura? Edhe 2 doktoratura. Edhe 2 doktoratura. 2 doktorata. Po. Was hast du gesagt? Wozu? Wozu? Për çka? Unë vetë ka gjithë një was hast du gesagt kafe. Se s'po mujna me marrë me men. E tha saksisht. Ko gja shumë? Ja, shumë, e kemi thonë mirë. Ko gja shumë. Edhe ideja që të merresh me punë shkencore mbi të gjitha me ju kthy historisë. Se dashuri të parë, si duket përveç nusës tone, këngës me patjetër juridikut, shkencave juridike, po ju ktheve historisë. Kjo dashuri erdhi se rezultat që se më the, ke shit tokë për doktorata, po dhe më regjistru në çka? Në doktoraturë. Në doktoraturë po dhe në arkivet, 20 arkivet botës. Në 20 arkivat botës, sepse duhet me pagu. Aty kom pas 1 vjet, 1.200 euro vetëm hyrin, do mund lejen, licencën, ndërsa për 25 vjet llogaritash kemi të 32.000 euro, i bjen vetëm licenca në arkive. Çdo vjet ke pagu vet. Jo, krejt 32.000. A çdo vit ka 1.200. Po ka 1.200, po thonë të gjitha këto, kur i mbledhim në për vite, i ke pagu vetë që të futesh. Do më thonë, për me hy në të informatat, të shkenca, të arkivat, duhet me pagu. Dhe nëse s'pagun shtetin, nëse s'pagun dikush, duhet me pagu vetë. Po, nëse s'ki vetë, s'jetë sunhin. Edhe nëse s'ki vetë sunhin. U përcaktove për histori si rezultat i një mungese që e ndjeje vetë në të dhënat historike të pamjaftueshme për neve, apo nëse më lejon 2 minuta. Apo rrugës u dashurove në të gjë? Unë që në fillim, me thonë të drejtën, kam tentuar në klasën e 7 shkollës fillore, me një kushëri, në klasën e 8, me ikë në Shqipni me dalë, se me nëshim që atje është parajse, atje, na flisin plesht, na zonë në zhurë të policë, njëni na spionoj, na radha ka një shuplak, na hypim një furgon, i detyrojmë në çmë shtëpi ne. E dyta ka pasur dhe kipa e folklorit dhe mbledhë të çështjeve të vjetra të na,
Zia Gjoli, Alex Buda të jetë në fshatin tonë, një muj kanë net me mbledh, edhe mu më thirrën si këngëtar, një djali vogël, vitin e parë shkollë mesme, i knjoha disa këngë, ishte një farfat miri, edhe ishte një drejtor i drejtorisë për arsim në Sarek, edhe ky Fatmiri i tha baca mazlum, tha djali ishte i zgjuar mjaft, tha kënon bukur, tha i kishte pensë të gjitha, apo jep një stipendium. Dhe më ranë shkollë mesme ata të Shqipnisë më nxorën. Ata e lutën këta, ata lutën këta, po, edhe ky ndëgjoj, ata ka marrë bursë domon aty. Mandej e morë me aktivitetet këngës, për herë të parë në radio televizion ka marrë pjesë si ndihmës, me ndihmu shoqërisë Afërdita. Të këto shkurt edhe shëreta kanë qenë të vogla, kanë qenë të tërë për herë të parë, në klasë 7, 6, 7. Sa po e kanë filluar? Po, edhe aty për herë të parë një emision për fshat ka qenë, domon në televizion, kam dalë me një vendaset tonë, ka qenë si teze e kujshive, me këngën Oj mollë kuqe, që kënyrë në Shqipni, Dil Këndej, vajzë Dil Këndej, dhe mandej dashuria për shkencë, më patëndonë edhe disa profesorë Dërnicas, që tha ti e ki emin e madh, emin e Qeremqabejt, unë nuk disha kusho Qeremqabej. Edhe mu ngullin në kom, mu ngullit kjo pjesë, edhe plus këtu që më arrestu në pak në fakultet, në konvikë nëmër 3, për këngë, edhe kam qenë i thari këngëve, edhe baba ka qenë anti-Jugoslav, edhe këto kanë qenë elemente që më kanë frymëzuar që unë me marrë një mision për veti me ditë historinë e vërtetë të kombit tem. E tash këtu the e gjeta. Po. Jam këtu. Po. Edhe ju fute kësaj. Me qeje, puna studimore kërkon dije, kërkon kurajo, kërkon mbështetje, sigurisht. Gjotuja, kërkon... Në realitet, punën shkencore e fillove këtu, në Vjenë, edhe në këtë drejtim, njeve, thjesht kjo puna jote po na nxjerr në dritë shumë gjëra të rëndësishme të historisë sonë, që nga Pellazgia e deri në ditët e sotme. Me që e përmena Pellazgin, a nisemi për i Pellazgjisë se e di që merresh je nis këtu fort, ka të dush, profesor. Ka të dush. Me çka mund ta dëshmojmë na vërtet shkencërisht që jemi Pellaz? Ne mund ta dëshmojmë para botës me hulumtime, na mund ta dëshmojmë para botës me bashkëpunim me arkeolog, me mitolog, me etruskolog, me keltolog, me paleontolog, me të gjitha këta ju pas këshilltar në për arkivat të botës, të Evropës. Dhe e dyta, unë e kom hasë në dokumenta se nuk kam qenë gjeni me ditë ka që shtek Tete Iliria kemi ditë, sepse Tete Iliria ka dëshmu edhe Qeremqabej, cili ka shku rrugës Gustav Majerit, por tute nuk kanë shku, ndërsa kurse të bota flet, për shembull është një arkeolog polak, më i njoftën në botë, ka dëshmu se historia shqiptare fillon s'paktën e ditur 8.000 vjet, që 8.000 vjet, gjunga shqipe është 8.000 vjet, mandej jenë instituti për hulumtime shkencore historike në Amerikë për 37 shkencëtarëve, po ashtu e kanë vërtetuar këtë. Mandej në dokument e kanë vërtetuar dhe pranojnë, po, pranojnë vetëm Akademia Shqiptare e Shqipnisë edhe Akademia Shqiptare e Kosovës nuk e pranojnë. Halejo. Jo se në njëri për akademikën e Shqipnisë thotë se gjunga shqipe ka 90 rreth 2000 fjalë, ka 90% fjalë serbe. Një, turp. Tjetër një thotë se gjunga shqipe është huazim i gjungës tjera dhe është në kohë më vjetë se 1400 vjet. Ndërsa në autorët e huaj që kanë bërë ka 15 vjet hulumtime në Shqipëri, në Greqi, në vende tjera, te në Egjipt, Dardaninë e Aziz Vogël, ata i kanë qitë edhe dokumentat dhe faktet, artefaktet, toponimet, homonimet, hidronimet, krejt me fakte, përmeni vetëm një fjalë se me gegnishte është zbulu kjo pjesë, se te në shekullin 18 historia jonë është madhështore, edhe në botë, po në shekullin 19 dhe 20 është falsifikimi historisë. Për shembull, po e morëm në gjuhën e njësuar që standarde, që bën 1972, e morë 90% e morë në dialektin tosk, e bon standarde, në regullo, me preparu, por me dialektin tosk nuk shkot në Pellazgi, me gjek po. Për shemë për marë mali Shar, është qujtë mali Boria, mali Bora, edhe Bora që thët, e spjegojnë historiant e huj botnor, që është bëja vë, sukur Arbanitas shkut Arbanitas, e Bora është Vora, e Vora është Vori, e Vori është Verio. Sukur se qyteti Vora që në Shqipni, malet e Dibrës janë qujtë Debora, ata dë kanë thonë Debora se është dhe, nuk kanë dhe të hujtë, dhe, zë, y, e është dhe Bora, malet e Krujës janë Erbora, janë Shqip,
Erbora. Erbora. Ndërsa fjala vezë, që thonë në gjuhën letrare, aty është vo me dy oja. Na kënej veri voj thojmë. Ka 1100 sa dush fakte të cilat e kanë dëshmu të hujt. Prej shekullit 15 te në shekullin e 18. Që na nuk dim asgjë, sepse historia e vërtet është në arkivet huja. Historia e vërtet është në tokën tonë, në artefakte, në gur, gjithçka. Por na nuk kemi pas ekspert se në kohën e Perandrisë Osmane kanë qenë 1200 shkolla turke, kanë qenë 1200 slave, greke e tjerë, asnjë shqiptare. Me 1889 është formuar shkolla Shkorçës, tu i një në infrashri Sevastia Qeriazit dhe i regjistron shkollën dhe i thot motër, rruga jote është e shtruar me gjemba dhe këtë rrugë i kitë vështirë, me njën kanë me të përcjell ka me komi turk, me njën metropoliti grek. Edhe kështu që arsimtar mësuesin e parë, Pandeli Sotirin, ka qenë shqiptar, patriot, po gruan e ka pas të tillë që greket e kanë pagu gruan me ortodoksizëm, me parë e ka helmu gruaja dhe edhe ai ka vdek. Gruaja ka helmu. Pandeli Sotirin. Gruaja ka helmu. Drejtorin edhe mësuesin e parë. Ndërsa këtë Gerasimo Qirazin, vllajën e saj që ka lëshu shtëpi në shkollë, ata kanë kidnapu 4 shqipfolës, të cilët i ka shni kajmekami turk, edhe metropoliti grek, 2 vjet në promale kanë marrë, te i baba i tij i ka siguru 800 lira me liru, ku kanë liruar me tuberkulozë, mendje dhe vdes, e ato lira i ka 150 lira se qëllë për aty në kriminalëve që kanë kidnapu, 300 i ka marrë metropoliti grek, 300 i ka marrë kajmekami turk. Kjo është fativën. Cilt janë emrat që njihen kështu botrisht, po themi, emra në segmentet të ndryshme shkencore, historie, filozofie, matematika, po si udhëhesa, pelazgia të pelazgis me të cilët e identifikon qenësinë shqiptare atje. Na po drejtohemi te ka vitin 1960 para Krishtit me mbretin Likaon, i cili është quajtur Pelazgu i dytë. Mbreti Likaon ka sunduar në Arkadi edhe ka sunduar në Epir, tash e quajtur në Shqipëri, edhe thyen pjesën më madhe të Ballkanit. Ai emri i tij u ndan dysh. Lika edhe Kaon. Na kemi emrin për shembull në Dibër, mbiemna Lika, këndohet në këngëtar klasik Selman Lita, s'është Selman Lita, po Selman Lika. Lika. Mande kemi Lika në Dalmaci, edhe nga fjala Lika edhe në gjuhën gjermane, në gjuhën tjera, po në gjuhën tjera, thot Lika do mënë ujk. Pse quhet ujk? Sepse Likaoni ka unim zoti, si pas mitologjisë, kënë se ka zbrit Zeusin tokë, me provoku ky, edhe ky ka thonë që nuk o ky zoti, po unë jam, aja ka kallë shpinta, edhe ku ka që ky dhurat një thmi mollos e ka pre, si ushqim dark, ky e ka shëndru në ujk, në luan, dhe aty u ndërprej mo flijimi thmive. Dhe për këtë arsye quhet. Ndërsa Kaon, pjesa tjetër është a kemi Lika edhe të Deçani këtu? Deçan Lika kemi edhe një kompani të fuqishme Lika. Dokuna. Po, deshta me përmend. Ndërsa Kaon është quajtur emri i parë i Shqipërisë ka qenë Pellazgia, emri i dytë ka qenë Kaonia, në emrin e Likaonit. Kaonia. Po, edhe në bazë Kaonisë është quajtur Kanina, te Vlora, në bazë Kanisë është quajtur Janina. E prandaj na ja kemi vu nipit tim emrin Kaon që e përshëndes për e. Dhe 3 fisit kulturore popullore të Epirit kanë qenë Shesprotët, kanë qenë Mollosët edhe kanë qenë Kaonët, në emrin të mbretit Pellazg. Prandaj kjo është një për lidhshmërisë. Shumë janë 50-100 lidhje dëshmi që e tregojnë vazhdimsinë. Kjo Pellazgia ka qenë një perandori e kohës? E madhe? Pellazgia ka qenë një numër i madh fisësh, të cilët janë quajtur Pelazg, Pelazgoj, autorët gjerman, Hani, Falmerejeri, shumë të tjerë, tregojnë se fjala Pelazg, G-A-K, Pelak. Dhe këtu lidhet Abrahami në vitin 1960 para Krishtit, apo Ibrahimi që thonë këta, ai ka qenë i fisit Peleg, dhe thotë jonët, domethënë shqiptarët, dhe Pelegët kanë qenë vllazën, ta Pelazg, ata Pelak. Këto gjëra janë të shkruara aty ku i ke studiu. Të gjitha janë shkruara në borimet e huaja. Unë borime slave dhe borime shqiptare nuk përdori, por 20 arkiva të botës. Dhe krenari edhe nuk e beso kush, gjermane, angleze, franceze, italiane e tjerë. Kam edhe bashkëpunëtorët e mi, sidomos gjerman, austriak, edhe francez, edhe italian, por
janë faktet, artefaktet që na nuk e ki iden se çfarë bukurie, çfarë hulumtime, çfarë dokumenta kemi ne. Në cilat qytete ke frekuentu përveç Vienës? Po, unë kam qenë në British... Londër, Paris? Në Londër, kam qenë në British Library, se njeni me një emision kam qenë në arkivin e Londrës, jo në kryut arkiv, po quhet British Library në King Cross. Mandej në Vienë i ka 6 arkive, mandej në Budapest, mandej kam qenë në Nürnberg, kam qenë Frankfurt, kam qenë Berlin, kam qenë Francë, kam qenë mandej në Itali, në Venedik, kam qenë në Raguz, Dubrovnik, kam qenë edhe në Istanbul kam qenë 3 herë, atje është një arkivi arkeologjik i Shlimanit që ka zbulu Trojën, edhe tash njerëz të ndryshëm me dëshira tjera, thonë jo Troja ka qenë Shkodër, atje, ata morën guxim, po unë s'kam asnjë guximi, sepse Shlimani ka punuar 5 vjet me 20.000 punëtorë edhe 80 shkencëtar, edhe është i preferoj, i këshilloj të shkonin në Turqi, në Dardaninë e dikurshme, e keni Institutin Arkeologjik Shlimanit me gjitha faktet, artefaktet, gjithçka monumentet. Instituti Arkeologjik i Shlimanit. I Heinrich Schliemann ka qenë arkeologi i dytë botëror mas Winkelmannit. Ku kemi mas shumë të materiale me cilat Haleb i dëshmojnë botës? Unë vetëm të mas shumë të materiale kemi, përmendje Venedikun, kemi Milano çdo kund, Firenze ketë, por mas shumë të kemi në Venedik, kemi në Raguz, kemi në Vienë të Austrisë, kemi në Nürnberg, kemi në Berlin, kemi në Francë, po numër 1 që i prin Italia dhe Austria. Italia dhe Austria. Profesor, na tha gjëra shumë të bukura prej Pelazgjis, i kemi edhe në libra të cilat do t'i trajtojmë pak më vonë. Po si erdhëm të ndryshimi i emrit Pelazg, pastaj Ilir? Ndëgjoj, disa autor thonë se Ilirët janë pasardhës të Pelazgëve. Disa thonë se emri Ilir ka ekzistuar gjithmonë, por në dokumentat vjetra thotë se fjala Iliri rrjedh nga Kadmi dhe Harmonia. Kadmi ka qenë themeluesi i shkronjave pas zotit të hieroglifëve dhe ai është martuar me Harmoninë. Harmonia ka qenë motra e Dardanit të Dardanis dhe i ka lind një djalë i cili është quajtur Ilir. Edhe djali i Herkulit po ashtu, dhe thotë Kadmi ka qenë mbreti i enkelejve, dhe nga këtu thotë është quajtur Ilir. Përndryshe kanë qenë fjala Pelazg kanë fjalë e përgjithshme. Pelazg është popull i vjetër. Nuk ka pas emër tjetër, por nuk do të thonë që vetëm shqiptar, ka edhe popull tjerë, si të nasin prej Pelazg, natyrisht. Por kryesore populli i Ilir dhe Iliria është rinj që nga bjesht e Zvicrës, që një bjesht është në gjuhën shqipe, quhet Maja, edhe gjermanët e shpjegojnë Shpitze, mandej është qyteti në mes të Austrisë dhe Zvicrës Bregenz, autor gjerman dhe italian thonë është fjala shqipe e fisit Ilir Breuni, nga fjala breg, nga fjala breg, Panonia deri në pjesën, po disa autorë e bojnë njësoj Epirin dhe Ilirin, thotë janë i njëjti popull, vetëm se por emri i parë thash ka qenë Pelazgia, emri i dytë ka qenë Kaunia, emri i tretë ka qenë Oresti, në emrin djalit Agamemnonit, emri i katërt Epir, që feakët dhe korkyra në Këlqyr apo Korkyr i shquajtur atëherë me emrin Pelazg, shqip Drapan, se ka formën e drapnit, dhe ata kanë thonë që pjesa e epër me mbi ujë, pjesa kontinentale epër dhe ka me të Epir. Emri pesë është Shqipëria. Epër, lartë, adhe mbi, si me thonë bi, epër. Edhe pastaj Iliria. Kjo Iliria që i ka pas 100.000 metra, 100.000 kilometra katror. Nuk e di sa, ka qenë pa motën sa, po kryesor komplet pjesa e Evropës juglindore, ka qenë, do të thonë pej pjesë Panonisë, pej Austrisë, Kretë, po është edhe emri Vienës, që quhet sot Viena, emri i parë ka qenë vend. Po në gjuhën latine mandej kanë bërë viç kanë thënë vend. Mandej Vindobona dhe më vonë Vjen. Po. Se deri në fund shekullit 18 Gadishulli është quajtur Ilirikum. Po. Aja ka qenë prefektura e Ilirikum, sepse Iliria ka pjesën më të madhe. Kjo Ilirikum ka qenë në kodrat perandërisë romake, se Romën e ka themeluar Dardanët. Domthonë në kohën e luftës së Trojës, Eneu, për shkak që u bën grupin e komplot kundër Priamit, mbretërit të Trojës, i kemi një koloni për 3.300 vetë,
sepse e shpëtoi Agamemnoni për shkak të tradhtit që bani trojanëve, por në anën tjetër e dënoi mu largu prej aty sepse ky e kishte fshef Poliksenën, çikën e Priamit, të cilën e rrëmbeu Poliksenën, djali i Akilit, se e vrau Parisi Akilin. Akili e vrau Parisin, mandej jo Parisin po vrau këtë Hektorin, ky heroin, po edhe Deifobin. Edhe ai kishte kërkuar që të takohet me Priamin dhe gruan e tij Hekubën, që ta marr Poliksenën në Bukuroshe. Nëna vet nuk u pajtu kur, thot ky vrasës mi ka vrarë 2 fëmijë, thot unë i tradhtoj, thot Aket, një popull kanë qenë. Dhe mandej ky djali shkon kur mirët Troja me tradhti, shkon e fur Poliksenën që të vorri babës vet. E ky djali është quajt Neoptolemeu apo Pirroni, e nga ky është ka marr Androman, gruan e Hektorit, si grua ka marrë dhe ka prunë në Botrint, dhe aty me të ka lind një fëmijë, ai djalë është quajt emrin në Botrint është quajt Molos. Dhe nga ky Malsor, po. Dhe nga ky mane janë gjinia e Molosëve edhe Pirritëve, Tete Pirro 2 kështu me radhë. Ndërsa pra këta 3 popull kryesor kanë formuar edhe orakullin, se orakulli më i vjetër në botë është orakulli i Dodonës, që ka qenë qendra e Pellazgjisë. Unë e kam gjetë një artefakt të Pictorum të një autor në Shqipëri, e kanë publikuar dhe kështu, e pas ka gjetë një person nga fshati Kuq i rrethit të Vlorës, një guri, shqiponja me 2 krena, edhe fleta e dushkut e Dodonës, e pas ka quë ai zotnia në Institutin Arkeologjik në Tiranë, dhe kam shef regjimi komunist, po ky për fat e kish pas piktoru një piktor tjetër, dhe ka hupa ja piktor, do mund të tregon Dodonën si qendër e Pellazgjve, e ki mandej një fshat të vogël të rrethi i Sarandës, Feniç, Fenikasit. Si autorët gjerman edhe autorët francezë këtjerë thonë Fenikasit kanë qenë fisi dorë. Finiç. Po, Finiç. Ekziston Finiçi. Po, qendra ka qenë ajo. Fiks. Këtë deti me zë ka qenë, por Fenikasit kanë pas edhe Tebën, që i thonë Theb në origjinal, edhe ka mauzoleu Tutmesi, Ramzesi këta tjerë, dhe thotë që Fenikasit janë fisi dorë. Se thot Pellazgjët ndahen 2 fise kryesore, në jonët dhe donët. Jonët janë thot toskët, dorët janë gegët. Domthon, edhe aty te Fenikasit populli më kryesor ka qenë Amoritët. Dhe Amoritët ishin krenuar që janë bitë gegës, edhe janë geg nga Babilonia. Edhe përmbytjen e madhe shpjegojnë me gegën. Kur i shpjegon këto? Edhe e nxjerr domethënien përmbajtjen që është shqipe, ilire, pellazge. Këta shkencëtar me nam në botë e pranojnë të gjë? Po shkenca gjermane edhe shkenca perëndimore e pranojnë, vetëm shkenca bashkëkohore e tyre, që janë të lidhur më shumë slavista dhe të cilët bën sherr shumë të madh, ata e mohojnë, mundohen me mohuar. Dhe po, e këta mjerisht ta është quajtur 2 akademi, këta e përkrojnë shkencën slave, e përkrojnë ko më mrapsht që s'kan ide, bojnë pjesa dërmuse, bojnë përsjatje, thashe thanaja, edhe më rrinë të jetë letoa serbe. Sërbë mas pari historinë e vetë nuk e dinë. Na kena pas në të kaluarën si Pellazgolog, më të njoftën, Dhimitër Pilikën, Spiro Kondën, mandej kemi pas edhe një mik timin, një patriot që e kom kushtu një libër ati, do më e kom dedikue, është Aristid Kola. Aristid Kola. I cili deri sa thjeshtë sreshtis punuari, në Athinë, pa kokër frike. Ai 2 drejtimi morë. Në një mbrojtjen e qesë shqiptare, se shqiptarët janë vëllezër, ai ka bo luftë me popat grek dhe serb, që cilë thoshin, ju, arvanitasit, jeni grek edhe jeni të lidhë me neve. Thot, ne jemi të lidhë me gjak dashtëm, nuk dashtëm me shqiptarë. Pse mbronë Kosovën, thot, ata janë shqiptarë, janë vllazët e mi, gjaku jem. Edhe me pellazgjishte, kjo ju bon atina si shkak që e helmun në moshën 54 vjeçare. Profesor, në Iliri, cilat fise kanë dominu që të pjesë ku jetojnë bashkë na tash? Po, në Iliri i përmena në ato fise tjera, por fisi kryesor të ne kanë qenë Dardanët. Dhe prandaj kërkesa jonë me uquj Dardani? Po, Dardanët kanë qenë, në këta si mbretin e kanë formu ma vonë, se në Dardanin e Azis Vogël. Këtu është fillon nga Bardhyli, dikun ka shekulli 4, ndërsa Dardania e Azis Vogël fillon me Dardanin në shekullin e 14 para Krishtit,
Dardani ka qenë i martum me Beatën, apo Batjen, qikën e Teukrit, aja ka dhënë një pjesë në Dardani të mali Idha, dhe kjo ka formu që të një mbretni, dhe kjo ka bën djalë Eriktonin, Eriktoni e ka bën djalë Trojin, Troji ka pas 3 djem, Yllin, Asarakën dhe Ganimetin. Ganimeti vdi qeri, thot e Murzeu si e qenë parajs, si shqipojnë, ndërsa këtu datë dega Dardane me degën Trojane. Pe Trojan thënë, pe këtina del Laomedoni, pe Yllit, pe Laomedoni del Priami mbreti i funit Trojan, vija tjetër Asaraku, pe Asarakit është Kapis, pe Kapis është mandej është Ankizeu babaj Eneut. Dhe këtu është dera Dardane, prandaj Eneu ku shkon në Lacium, atje e merr me veti Askanus, djalin me gruan e parë, atje martohet me Lavinin me gruan tjetër, dhe pikërisht edhe Cezari ka thonë se unë jem der Dardane, për ta quhet Cezari është domon Jul Cezari, po. Ndërsa nga ai 4 gjenerata është Proka, në gjuhën gjermane thotë Proka König der Albaner, Proka mbreti shqiptarëve, hat zwei Söhne gehabt. I ka pas 2 djem, Amilius dhe Nërmitare. E nga kjo vi mandej dalin Romuli, për mes me që magat, Romuli dhe Remi. Domon dera Dardane. Themelusit e Romës. Po. A sheh krejt këta emra që i thu, për fat mirë, jemi vetë historia, i kemi sot. Po. Në Prishtinë, në Kosovë, gjithandej, Troji, Priam, edhe Priam kam... Prisjam. A? Priam, do të Prisjam, se Prisjam. E ka pas emrin tjetër ka pas Podarkës. Jam Prisi. Edhe Parisi, Bukuroshi që ka dorë Zeusi, që ka do qëla pe Perëndesha o ma mirë, që ka dënu kënse ato tjerë, dhe me luftën e Trojës, edhe ka pas emrin Aleksandër. Mande që kënjot në Kong, edhe në përkatune, je bukur si Kassandra. Aja Aleksandra ka qenë motra Parisit, edhe Poliksena Bukuroshe, si ku se Elena Trojës. Poliksena kemi emër, gjithandej të gjënë. Kush na shkriu më shumë? Perandoria romake, pastaj apo bizantine, apo tek në mesjet pastaj? Gjitha nga pak, ka pak. Kemi shërbi më shumë të hujve Sovjetit, kemi shumë perandor Ilir, kemi perandor për shembull që e ka luftu krishterizmin dhe i ka ndjek krishterët, i ka prej, ka Diokleciani, po kemi perandor Ilir Dardan, që e ka bë krishterizmin zyrtar Konstantini i Madh. Konstantinopol. Po, themeluesi Konstantinopolit, por domen më të madh në jetë që na ka bën është perandoria osmane. Sepse me përçarjen e shqiptarëve, me provimin e fesë, me dhunë, ka dhe me hatër, po me dhunë, me privilegje, bosh musliman nuk shkon perandorinë osmane, nuk shkon ushtar, ki privilegje, për shembull Nipi Ilek Dugaxhinit është kryeministër u bë musliman, edhe quhet Ahmet Dugaxhinollu Pasha, Ahmet Dugaxhin Pasha. Dhe Skënderbeu. Po. Skënderbeu e kanë marrë me dhunë ata. Skënderbeu e kanë marrë me dhunë, po pastaj Skënderbe. Po, ja Skënderbeu ka qenë titull. Sikurse titulli perandorinë romake që ka qenë perandor, ndërsa Skënderbeu në gjuhën sultani ja ka lënë emrin Skënderbeu domon Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh. Ai nga Apiri, ky nga Apiri, edhe plus këta ka pas me bombret me marrëveshje me Gjonin, ka trahtu, ja ka helmu djem tjerë, ky ka shpetu edhe ky mandej kom zbulu një kronikë arabe në Nürnberg, e cila thot Diveres libe më falë të tham shqip, historia vërtet e princit shqiptar Gjergj Kastriotit, e një dashurie me servilien. Ai autori ka qenë Hamës Fabel, francez, shpion në oborën mbretëror të pallatit sultanit, nuk e ka ditë emrin që është Maria, çika Gjergj Brankoviçit, ai të ja ka dhënë Brankoviçi grua Sultan Muratit II, me ia liru djemt. Edhe ka qenë mik i ngushtin, edhe Skënderbeu ka liftu një kohë për me shku në varën e ka penguar Gjergj Brankoviçi, dhe ku kthye ka kallë këtë Serbin, domthon ka liftu edhe me Serbin, edhe ai ka penguar edhe në betejën e dytë Kosovës. 620 vjet nga lindja e tij po i festojmë ta. Profesorin nderuar, po shkojmë me pak marketing e do të rikthehemi se kemi me fol edhe për çto libra.